diçka marrë LDK-ja nga lëvizja vetëvendosje, a do pranonit një koalicion me vetëvendosje dhe në çfarë lloj postesh politike? Janë dy qëndrime që duhet mbajtur dhe dy rrugë që duhet ndjekur në qoftë se do të ketë një letër të tillë. E para, takimi i liderëve politik duhet ndodhë në çdo rrethon. Përkundër faktit se Albin Kurti është njeriu që ka kriju një hendek të tillë përmes komunikimit që s'meriton asnjëherë sepse është i papjekur politikisht. Ose nuk është i papjekur, se nuk ka moshën me qenë i papjekur. Por ka probleme sociopatike me të cilat ai ka kriju një tillë hendek me gjithë lidershipin tjetër politik, i cili nuk e bën më denjë më ul tavolinë me të. Është thyrje me dalë sot më ul me një njeri që e quan komplet spektrin opozitar hajvanat. Po kjo është me vogla, se unë e pa shto atë mbetjet që i kishte PDK. Unë kur e them se PDK nuk duhet fare të ofrohet me këtë subjekt për të bërë qeveri, e them për arsyeën se që nga fillimi, prej se ekziston skenën politike, gjunja fyse, gjunja e urrejtjes, gjunja denigruese, gjunja akuzuese që ka përdorur nga Partia Demokratike, lidershipit saj, dhe qëndrimet që ka mbajtur ndaj tërë procesit politik, tu fillu me refuzimin e uniformës dhe armës, me refuzimin e luftës, pra me kurshin pasor, kështu është deklaruar, me etiketimin e Rambujes si mosbesim ndaj SBA-s se nuk do të sjellin zgjedhje, me mosbesimin prapë ndaj SBA-s se do të ketë pavarësi, me quajtjen e pavarësisë akt tradhtie se dojmë bashkim kombëtar, dhe mosbesime të tjera, refuzimin e simboleve të shtetit dhe vetë shtetit, një punë që atë kohë bënte vetëm Serbia, e deri tek etiketimet si tradhtar, si kriminal, si që duhet të kanë vendin e burg, si krimi organizuar, si korrupsion, e deri tek lënia pas dorë dhe mos mbështetja atë në Hog, unë mendoj se bashkimi me një politikan të tillë për të bërë një qeveri nuk prodhon stabilitet dhe nuk është në moralin politik të një subjektit politik si që është Partia Demokratike. Dhe unë kurrë do ta kisha parë veten në një ekip tillë, sepse është thyrje për identitetin e kësaj partie që në ADN-n e saj ka edhe ushtrisë kombëtare të Kosovës dhe tërë gamën e historisë që sot është data 9 prill dhe është përvjetori i betejës Kosharës. Me automatizëm të kthen te mos respekti dhe mënyra se si janë trajtuar vlerat e luftës që nga vetë lufta kur është organizuar, liria, pavarësia, shteti deri më sot. Prandaj, unë mendoj se Partia Demokratike duhet të jetë shumë e kujdesshme, se është parti më shumë specifike se sa të tjerat, se çfarë hopa politik do të bëj. A ka nevojë Kosova sot për një koalicion ku Partia Demokratike e udhëheq qeverinë? Po, sepse është në një gjendje të jetë të keqe. Jo vetëm në aspektin social, ekonomik, zhvillimor, infrastrukturor, por edhe të sigurisë. Dhe jo vetëm në nivel lokal, por edhe ndërkombëtar. Jemi në masa sankcionuese. Sot ishte shumë inkurajuese Këshilli i Evropës që nxorri një rezolut dhe kërkoi që të heqen masat. Masat, po. Sepse Kosova është nonsens me qenë në masa sankcionuese të kujt? Të atyre që e kanë shtruar dhe të atyre që edhe sot e garantojnë ekzistencën e saj. Kështu që një koalicion i tillë me lëvizjen vetëvendosje do të ishte shumë, do të më bëj shumë kujdes. Edhe po tyja për posti i kryeministrit nuk do pranoni? Partia Demokratike e thash edhe po përsëris. Nëse hyn në çfarë do qoftë koalicioni, në këtë rast s'po e përjashtoj edhe lëvizjen vetëvendosje se kanë përmend disa nga zyrtarët brenda partisë, edhe pse personalisht jam kategorik kundër për shkak se bashkimi me ta në një qeverisje do të thotë pajtim me krejt etiketimet e mundshme që janë bë edhe luftës, edhe lirisë, edhe Partisë Demokratike, edhe kodit saj gjenetik që është UÇK. Kështu që megjithatë, Partia Demokratike, cili do qoftë kombinatura e bërjes së qeverisë, duhet ta ketë pozitën e kryeministit. Përndryshe, nuk ja vlen futet në asnjë koalicion, është parti pa cilën nuk mund të përmbyllen proceset politike për shtetin, sepse i ka kredit historike në investimin në këtë proces politik, dhe duhet mbetet kështu sepse nuk do të mundën të shkojnë tutje. Edhe pse, duke i falenderuar konstruktivitetit partive opozitare, ky me një qeveri me numër thjesht votash ka arrit ta mbaj qeverisjen për 4 vite. Me gjithë këto kriza, me gjithë këto stërkeqe sociale ku ta diun, por e ka mbaj. Zoti Berisha, gjithashtu përveç një koalicionit të mundshëm dhe ftesës që ka pasur ndaj LDK-s, është diskutuar mjaft shumë edhe takimi dhe një koalicion i mundshëm edhe me nismën, madje sigurisht ka pasur edhe takime me përfaqësues të partive të komuniteteve jo shumicë. Si e shihni këtë lloj kronologjie të takimeve që ka zhvilluar Kurti? Pra fillimisht me